Mos ofrimi provave nga ana e hetuesit policor Sabri Osmani ngri dyshime për kryerjen e veprës penale falsifikimi dokumentit zyrtar. Në rastin konkret do të thotë ngritën dyshime se zyrtari policor e ka pasur në dosjen e tij një fakt dhe një provë kruciale për çështjen e fjalë, e cila më pastaj nuk është përfshirë në kallëzim penal kur është dërguar tek prokurori i shtetit. Dhe për më tepër do thotë përpos se kjo provë do thotë qoftë si fakt, qoftë si provë, nuk është përfshirë në këtë kallëzim penal, në kallëzim penal është pretenduar se nuk ekziston, përkatësisht është thënë se personi në fjalë nuk ka lëndime dhe po ashtu nuk i është nënshtruar kontrolleve mjekësore, derisa do thotë ky raport mjekësor nuk e mbështet këtë fakt. Në këtë situatë do thotë definitivisht se ngritën dyshime si për përgjegjësi penale apo edhe për përgjegjësi disiplinore, dhe në rastin konkret do thotë ngritën dyshime për kryerje të veprës penale të falsifikimit të dokumentit zyrtar. Dhe kjo është arsyeja pse është e domosdoshme që të zhvillohet një hetim nga ana e inspektoriatit policor të Kosovës në lidhje me trajtimin e këtij rasti.